E këtë gjë unë s'mund ta them, sepse nuk jam një person i brendshëm i institucioneve shqiptare, por nga fakti edhe duke marrë shkas edhe që nga sulmi kibernetik që u bë nga Irani në 2022-shin edhe tani, ka asnjëherë edhe duhet të sjell edhe dy situata, si në rastin e WikiLeaks, në rastin e Julian Assange, që janë dy raste që është kuptuar që sa herë që kemi pasur sulme, gjithmonë ka pasur brenda një bashkëpunëtor. Dhe tani unë nuk është se dua ta ludoj që brenda këtyre sulmeve ka bashkëpunëtor nga brenda institucioneve për të kryer këto sulme kibernetike, por është shumë e vështirë, si në rastin e kuvendit që hakerat shkruan deri në atë që në gjuhën teknike quhet root server access, të hyjnë deri në atë pikë pa pasur një person të brendshëm brenda institucionit.